kanë qenë të interesuar të hynë të parët në festivalin Sunny Hill? Po, pra pritje se erdhi fundi, kështu ishin komentet e disa prej turistëve, të cilët kishin ardhur enkas në Kosovë për të përcjellur prej afër këtë spektakël i cili do jetë i pranishëm për 3 natë radhazi, mirë po edhe vendësit ishin ata të cilët e kishin pritur me padurim këtë periudhë kohore e këtë vit, të cilët shprehnin edhe entuziazëm të lartë, mirë po ajo se çfarë u pengon të huajve në fakt ishte se Dua Lipa nuk do performoj sonte. Pasi që shumica kishin ardhur për ta parë prej afër, për ta dëgjuar, mirë po ata shpresojnë se herën tjetër do jetë edhe ajo e pranishme. Shumica me cilët të pata rast të bisedoj para se të fillojmë këtë ide direkte, kishin ardhur për yllën e mbrëmjes, Katy Perry, e cila do ngjitet në skenë nga ora 22 dhe do performoj për plot 30 minuta deri në orën 22:30. Dërsa nuk i dihet Riga, nuk i dihet nëse në fakt Dua Lipa, sepse dhe dhurata është sot po i mbaj mend edhe aty, nëse nuk i dihet nëse Dua Lipa mundet rastësisht me dalë si surprizë. Pa tjetër që po. Po ashtu është një nga festivalet, një nga koncertet, nëse quajmë edhe kështu, që nifet për outfite, për veshje. Vajzat edhe djemt, ndoshta i planifikojnë me muaj përpara, a ke pas mundësi me i pa disa prej tyre dhe a janë befasuese si çdo vetë? Shqiptimin vetë veshjet e vajzave karakterizohen me detaje, me veçantitë e tyre, edhe mundon të jenë unike në formën e tyre, pra deri tash gjitha vajzat ishin të veshura bukur, plot stel, e madje asnjëra nuk ishte e veshur në ndonjë rrobë të njëjtë. Ja këtu edhe mund t'i shihni pamjet të cilat vetë po takon kanë filluar të bëhen bashkë, vajza ja po na përshëndet njëra prej tyre që e vërtet po duket shumë bukur, edhe po besoj se i kanë kushtuar kohë dhe vëmendje të veçantë pothuajse gjatë tërë vitit për të ardhur deri te kjo ditë e për t'u dukur siç është më së miri. Riga, unë të falenderoj nga studio, po përshëndetemi edhe po shpresoj që do të kemi prap intervista nga gjithë ata